Me inaugurimin e kryetarëve serb në komunat e Veriut, Kosova ka përmbushur kushtin kryesor të Bashkimit Evropian për heqjen e masave. Ato u vunë 3 vjet më parë shkaku se u vendosën në zyrat komunale kryetarët shqiptar, të cilët u zgjedhën në procesin elektoral që u bojkotua nga serbët. Analisti Arbënar Sadiku thot se transferimi i rregullt i pushtetit lokal në veri i bërë një ditë më parë ka peshë në vendimarrjen që nuk pret të ndodhë shpejt. Kjo është një pikë thesë, le të themi, domethënë që mund të ndihmojë, le të themi, hjekjes së masave apo sanksioneve në thojza nga Unioni Evropian. Megjithatë, kjo do të varet shumë edhe nga qeveria e ardhshme, do të jetë raporti i saj me komunitetin serb, veçanërisht në pjesën veriore. Por njohësi politik Mazlum Baraliu vlerëson se BE-ja duhet të veprojë pa vonesë. Dhe mendoj që është momenti i fundit që Bashkimi Evropian të mos kalkulojë siç kalkulojë, të mos vonohet, të vonohet dhe të zvarrisë qesa demokratike, pra dhe byrokratike, duke u sjellur në mënyrë byrokratike, pra duhet të heqë masat menjëherë dhe pa kushte. Inaugurimin e autoriteteve të reja në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok e Zveçan, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë e ka quajtur hap të rëndësishëm drejt angazhimit konstruktiv në të ardhmen. E urgjencën për heqjen e masave e ka theksuar presidentja Vjosa Osmani në takimin me ambasadorin e Francës në Prishtinë. Ajo ka shkruar se masat janë vendosur padrejtësisht dhe mbajtja e tyre në fuqi po dëmton interesat e qytetarëve. Në BE nuk u përgjigjen në pyetjet e kohës nëse pas zhvillimeve në veri do të ketë heqje të plotë të masave. As në qeveri nuk treguan nëse për këtë është zhvilluar ndonjë komunikim me Brukselin zyrtar. Analisti Sadiku thot se lëvizja nga BE-ja mund të pritet tek në fillim të vitit të ardhshëm. Pa themelimin e qeverisë të re nuk konsideroj që mund të ketë ndonjë vendim nga Unioni Evropian, pasi që ne vetëm tani po kalojmë edhe në kohën e festa, kërkohet që të mlidhen institucionet e Unionit Evropian dhe të votohet për këto gjëra. Prandaj konsideroj që tek pas themelimit të qeverisë së re që mund të ndodhë në janarin e vitit 2026 apo shkurtin e 2026. Por Baraliu insiston se hapa konkret duhen marrë para zgjedhjeve nacionale. Do duhet pikërisht tash, menjëherë në frymën e efikasitetit, para zgjedhjeve të 28 dhjetorit do duhet të hiqeshin masat, sepse ato e din Bashkimi Evropian që pas një drejt janë mu dhe kamtojnë jashtëzakonisht shumë ekonominë e Kosovës, bashkëpunimin ndërkombëtar, thjesht marrjen e kredive dhe shkrimin e marrëveshjeve të ndryshme të rëndësisë dorës parë vitale. Këtë vit Parlamenti Evropian kërkoi heqjen e masave ndëshkuese kundër Kosovës. Ministrat e jashtëm të BE-s i sugjeruan gjithashtu Komisionit Evropian heqjen graduale të tyre. Largimi simbolik i tyre ka nisur, e në raportin e sivjetëm për Kosovën, Komisioni ka shprehur qëndrimin se heqja mëtejme do të ndodhë nëse një transfer i rregullt i qeverisjes në veri do të arrihet dhe nëse deeskalimi i situatës do të jetë i qëndrueshëm.